Janë të vendosur që edhe pse projekti ka gjithë ato probleme, janë të vendosur që po ajo nuk bëhet me dhunë. Ajo, do me thënë, ai që mendon se ai projekt do bëhet me dhunë, nuk e di, qoftë ai që është. Atëherë, unë të ndërhyra dhe po ta them përsëri që edhe rishikimi i projektit nuk ka sens në asnjë pikpamje dhe do të ketë kundërshtimi, jo vetëm nga komuniteti, po edhe ndërkombëtar do të jetë kundërshtimi, për arsye se ti nuk mund të marrësh ujin e një bazeni, e një lumi që ka aty në rrjedhën e vet prej mijëra vitesh dhe ka një komunitet që jeton aty prej qindra vitesh apo edhe më shumë, dhe ti e di shumë mirë historinë e këtij fshati, edhe të Dukatit dhe Tragjasit, që janë fshatra autentik